ky është një qëndrim i prerë kundër dhënies së autorizimit për arrest të një deputete dhe është po aq parimor dhe i domosdoshëm sot sa që është edhe një qëndrim paralel i prerë në mbështetje plot drejtësisë për të hetuar, gjykuar, vendosur e pa trysnuar nga pushteti ekzekutiv apo shumica parlamentare. Mosdhënia e lejes për arrest nuk është trysni, është thjesht kryerja e detyrës tonë. Vinit na kërkoni këtë, nuk keni kushtet për të pasur pranimin tonë. E arsyetuar ligjërisht, bëri mirë apo bëri keq kryeministri që refuzoi publikisht dhënien e autorizimit të arrestimit të Ballukut. Pra arrestimin e Ballukut më saktë. Së pari duhet të nënvizojmë diçka shumë të rëndësishme që të kuptoj qytetarët shqiptar se si do të mbaj qëndrimin edhe unë, po edhe të flasim me fakte konkrete se si zoti Rama ka mbajtur qëndrim për drejtësinë e tij. Sepse në rast se themi për drejtësinë e pavarur, pa anshme dhe i tretë që gjykon mbi provat, nuk kemi në këtë parim, jemi në parimin ku vetë zoti Rama ka thënë vazhdimisht që unë përgëzoj SPAK-un, ne nuk do të marrim në shqyrtim duke provat apo kërkesat e SPAK-ut, ne nuk do të bëjmë avokatit e askujt, ne nuk do të bëjmë punën siç është bërë në kohën e atërshme kur drejtësia e plepave të një ndërhynte në punët e asaj që ne themi në punët e gjyqësorit, politika u përfshinte her pas here. Prandaj ajo çfarë zoti Rama tregoi te komisioni i tij parlamentar, pra ose më mirë te grupi i tij parlamentar, dyshoj për sa i përket vendimarrjes, sepse vendimarrja ishte e zotit Rama, jo të grupit parlamentar, ai thjesht mbajti një fjalim. Por nga ana tjetër duhet keni parasysh që zoti Rama sot nuk është në koherencë me atë çfarë thoshte në 2022-2025. Se mos harroni ju edhe faktin se zonja Balluku ka qenë në zëvendës kryeministër dhe ministri infrastrukture dhe autorizimi ka një pjesë procedurale të tej zgjatur në krahasim me zotit Ahmetaj, kur zoti Ahmetaj ju dha menjëherë autorizimin duke fol zoti Rama në një emision televiziv dhe zoti Dumani vajte aty dhe bëri vetëm një veprim procedurial. Pra ju duhet kuptoni vetëm këtë gjë, me drejtësinë e zotit Rama, ai duke mos qenë koherent në ato çfarë thoshte 2022-2025, sot ne kemi për herë të parë që qeverisja e tij, por edhe Partia Socialiste marrin përsipër të mbrojnë zonjën Balluku dhe të bëjnë avokatët e asaj që ne kemi thënë vazhdimisht që drejtësia duhet të jetë e pavarur e pa anshme, por ajo faktua që drejtësia në asnjë moment nuk ishte as e pavarur as e pa anshme, sepse pikërisht zoti Rama sot vjen edhe bën jo vetëm rolin e gjykatësit, por vjen edhe dhe jep edhe një vendimarrje që mos të japi autorizimin e kërkuar nga SPAK-u nga drejtësia e tij. Pra, heqim nga vëmendja drejtësia reale që duhet të jetë dhe shkojmë tek drejtësia e tij që ai nuk e lëshon jo vetëm zonjën Balluku, por nuk lëshon asnjë person që është rreth vetes, jo për siguri. Kërkesa për arrestim është një drejtësi reale? Jo, nuk është një drejtësi reale sepse pas ka të drejtë Rama drejtësia nuk është reale në kuptimin e zotit Rama. Edhe një herë, flasim për drejtësinë që zoti Rama ka besuar. Për këtë drejtësi flasim. Pra ne nuk mund ta shtrim. E besoj në rastin Tahiri, e besoj në rastin Ahmetaj, e besoj në rastin Beqi, e besoj në raste të tjera të njerëzve. Besoj vazhdimisht për zotin Meta, për zotin Berisha, për atë artën e Peshkut. Po ti marrim të gjithë për Dakon, të gjithë këta besoj tek ajo drejtësia e tij, drejtësia e Partisë Socialiste. Pse u trajtua besimi? Tek rasti e zonjës Balluku është sepse zoti Rama don të tregojë tek Partia Socialiste që shiko, këta mund t'i kem lëshuar për shkak të rrethanave të ndryshme, që të kujtojmë që jemi republikë prokurorësh, por tani erdhi momenti të kujtojmë që jemi republikë parlamentare. Çfarë deshi zoti Rama? Të hiqte opozitën, pra zoti Berishën dhe zotin Meta të psonte një goditje dhe nga ana tjetër donte të tregonte edhe këtë grupi i zotit Veliaj që unë nuk kisha çfarë të bëja se ti je kryetar bashkie, por përderisa më erdhi këtu mua situata e zonjës Balluku, unë do ta mbroj deri në fund sepse është pikërisht Partia Socialiste ajo e cila ka perceptim të ndryshme për drejtësinë. Pra, nga ajo realja, nga ajo e imagjinare të Partisë Socialiste. Ku është drejtësia reale që zoti Rama besonte? Një person i cili ka ndërtuar pa leje duhet futet në burg. Një person i cili ka
parkuar makinën 2 fish duhet futet në burg. Një person i cili nuk ka paguar drita duhet futet në burg. Një person i cili nuk ka paguar ujin duhet futet në burg. Një person që s'ka paguar taksën duhet futet në burg. Pra, e kuptoni se si zoti Rama e ndryshoi totalisht qasjen e tij me drejtsinë e tij që i kishte të reale për të tjerët, për qytetarët e zakonshëm, përfshi dhe Partisë Socialiste, sepse unë mendoj se ata që s'kan paguar drita edhe ujin edhe gjithë këto janë pjesë e Partisë Socialiste, kanë votuar Partisë Socialiste, janë krenar me zotin Rama, por sot zoti Rama doli dhe tha, unë do të mbroj drejtsinë që unë kam perceptuar, ndërsa drejtësia për ju të tjerë është kodi i ri penal që mund të vi, që do të ndëshkojë çdo qytetar shqiptar me parti apo parti. Pra e kuptoni që zoti Rama nuk ka koherencë në qëndrueshmërinë e tij, dhe vetmja gjë që zoti Rama ka në mendjen e tij është drejtësia e tij, është manuali 1944, 1976 dhe vius, që të kuptoni se si zoti Rama e percepton drejtsinë. Dhe duke qenë në këto kushte për drejtsinë e zotit Rama, po zoti Rama tani e tutje, luan një lojë sepse ju erdhi qëllimisht nga zoti Prençi. Pse? E mori të pandehur zonjën Balluku, ndërkohë duhet ta kishte marrë detyrim paraqitje dhe ta kishte ndaluar. Pastaj zoti prokuror shpjegoj Spaku këtë në mbledhje. Jo, po ta shpjegoj. Shpjegimet e Spakut janë thjesht procedurale, të kuptojnë qytetarët që shiko kemi edhe një Z. Spaku e shpjegoi tek imuniteti dhe tha, nuk më intereson mua çfarë thot Spaku, sepse Spaku është organ kërkues dhe kërkon, dhe unë duhet të them nuk më intereson qëndrimi i Spaku, sepse Spaku nuk është drejtësia, është një organ procedurial, mbledh prova. Duhet keni parasysh diçka, ju e mbani mend shumë mirë, dhe para se të merra zotin Meta dhe para se të ndodhte kjo rasti me zotin Rama, duhet keni parasysh qëndrimi im për Spakun dhe mënyrën se si operon. Dhe si zoti Rama e ka mbështetur vazhdimisht Spakun, jemi në situatën që jemi sot, ku zoti Rama na ka dhënë lajmin e fundit që ne sot ta diskutojmë në studio. Pra do të thotë, mungesa e koherencës tani e tutje të zotit Rama është një betejë e brendshme në Partinë Socialiste dhe jo e brendshme në drejtsinë. Ndërsa sot që ne po diskutojmë, zoti Rama e ka marrë nga Partia Socialiste edhe e ka përcjell tek studiot edhe këtë drejtësia e gjerë, të drejtësia të cilën ai ka perceptuar gjithmonë mos mandat drejtsinë që zoti Rama, Partia Socialiste ka perceptuar tek publiku. Faleminderit Zhlima. Kemi edhe çështje të tjera që do të diskutojmë. Karanja, çfarë ka ndryshuar ndër vite? Nëse kujtojmë Ahmetaj, nëse kujtojmë Ilir Beqen, nëse kujtojmë Samir Tahirin e të tjerë eksponent të Partisë Socialiste, çfarë bëri kryeministrin, po themi, të ndryshonte këtë mendim? E arsyetuar ligjërisht kishte të drejtë kryeministri, thoshte që nuk japim autorizimin dhe janë në gjendje deputetët e Kuvendit të Shqipërisë apo vetë kryeministri të arsyetojnë ose të analizojnë atë se çfarë përmban kjo dosje në fakte dhe prova? Në rastin konkret, është Kuvendi i cili jep autorizim. Pra, fakti që ligjvënësi vetë në nivelin 289 kodit procedurës penale parashikon përsëritjen e kërkesës kur të rrëzohet një herë, tregon që Kuvendi është kompetent, pra organi ligjvënës është kompetencë ekskluzive e tij. Ka pasur interpretime gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë nen, me rrëzimin ose më saktë kur vendosen masat e sigurimit është bërë një interpretim. Pra, domethënë do t'i hyj Kuvendi provave apo jo, apo do thot thjesht domethënë që ekziston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova dhe pa hyj prova, kjo është gjë tjetër. Kuvendi, kjo është kompetencë ekskluzive e cila i përket Kuvendit. Në lidhje me masën e sigurimit për zonën Balluku. Mendimi im personal që ne kemi shprehur edhe herë tjetër, jemi kundra personalisht për Ballukun, për qytetarët shqiptarë dhe për këdo. Jemi që për masa arrestit në burg të aplikohet kur çdo masë tjetër sigurimi është e papërshtatshme. Mendoj që arresti në burg që është kërkuar për mua personalisht është mendimi, nuk jam dakord. Mund të jetë një masë tjetër e ndryshme, duke pasur parasysh një. Është grua e divorcuar, është vetëm ka arrest në shtëpi Karanja, por është arrest. Po pra, marrim rastin më të mirë të arrestit, por thjesht do ma lejoj, po është drejtësia e tyre zoti Karanja. Pse duhet të jemi drejtësia e tyre? Ky është standardi i drejtësia e tyre. Bëni këtë gabim. Pse ndodhi kjo gabim? Ideja është e tillë, ne flasim për mendime, un kam qenë gjithmonë koherent dhe unik për sa i sigurt që jeni koherent, po është drejtësia e tyre. Tani drejtësia e tyre mund të ketë luhatje amplitudash, një herë tensioni i lartë, një herë tensioni i ulët.
ndaj kujt kërkohet masa arresti. Jo. Jo, në varësi ndaj qytetarit, jo, ka që pa Karanja përkthehet, siç e përkthej unë, ndaj kujt kërkohet masa arrestit. Tensioni ulët. S'pati tension për Tahirin, për Ahmetajn, për Beqan. Te Balluku tensioni lart 220 volt. 220 ose edhe më shumë se nuk e di sa shkon, po 220. Ose tensioni mesëm që është me 3 fibra me 6 kV. Problemi është që mos shkoni të punën të ushqerjen ai. Jo, se bën mas të fortë 6 kV. Tash kam idenë mund të jemi edhe ndoshta tek tensioni akoma më i lartë, tek ato shtyllat e tensionit lart që njëra prej tyre ushqem tek rruga që po bëhet tek rruga e Elbasanit. Tani, shifet një përjashtim. Pa si u mbajt ky qendrim këtu dhe këtu është. Atëherë kjo duhet analizuar. Këtu jemi. Tani, ne si avokat, edhe nga pana avokat, po edhe qëndrimi personal, temi shqyqy që është bërë pozitive. Pra, po shikohen të paktën, u gjet një shkak, patur u gjetë, sepse tashi ka ndryshuar diçka, pse është bërë kjo, tjerët janë shu dhe ky nuk është shu, është gjetur një shkak. Por ne, duke parë në funksion të qytetarëve, themi që shqyqyr që po ndryshon praktika për qytetarët. Do ta kemi ke çështja e kërkesas për masë të sigurimit dhe është çështja Sadushi, domethënë kryetari Sokol Sadushi, kryetari i gjykatës së lartë, që ka bërë një kërkesë për të analizuar se si do duhet të vendoset masa e sigurimit arrest në burg apo masas e arrest shtëpi dhe tyrim paraqitje. Po do ta diskutojmë më gjëra aty. Jo, se kjo ka lidhje këtu se lidhet edhe me raportin, sepse u diskutuar në mbledhje që Këshilli i Evropës ka thënë që jemi pra te raporti, një pjesë diskutohet edhe për masat e sigurimit. Këshilli i Evropës ka thënë që jemi shumë brapa, kemi aplikim të gabuar të masave të sigurimit, arrest në burg, zgjatje paraburgimit e të tjerë. Dhe u gjet ky moment që u shtun edhe këto tjera. Por ne duke parë anën, pra ka anën, pra ne kemi të paqartë pse u ndryshu praktika, që do ta diskutojmë këtu. Por nga ana tjetër, ndryshimi i praktikës është edhe për të mirën e qytetarëve, pra ka anën pozitive. Unë shoh anën pozitive, që qytetarët patën të mos rrinë më burgjeve, ose më saktë u bë për këtë të bëhet dhe për të tjetër, se mund të ndodhë bëhet për një person dhe qytetarët vazhdojnë burgjeve prapë. Unë mendoj që këtë spaku e ka parasysh Karanja, sepse do ta diskutojmë edhe çështën e raportit vjetor të 2025 të spakut, që thotë kemi ulur, thotë me 50% masën e sigurisë arrest në burg. Dhe referuar kësaj se çfarë ka ndodhur vjet, unë po marr që shikoj se spaku është koshient për masat e sigurisë. Është koshient që nuk duhen aplikuar masat e arrestit me burg në mënyrë masive, është koshient përsëris, por në rastin Balluku këmbgul spaku. Tani, lidhje me spakun. Këtu e kam unë. Unë me spakun them në gjitha rastet, aplikimi i masave sigurimit arrest në burg nuk është se i bën spaku, ose edhe në rrethet gjyqësore. Kemi një praktik të formuar në vite. Pra kemi një praktik të formuar në vite që për këto vepra duhet të jesh arrest në burg. Pra është një praktik. Pra nuk është problem që spaku përbën për zonën Balluku ose për zotin Ahmet ose një zyrtar tjetër lart, po bë përjashtim. Ka qenë një praktikë dhe ato po zbatojnë praktikën. Madje po ndryshojnë praktikën të jenë gjendje të lirë, pse e bëre? Pse ndryshove, siç po diskutohet tani. Pra, detyra e ligjvënësit, sepse këtu ligjvënësi pavarësisht se flitet për imunitetin, është ligjvënësi që thotë nuk ta japim. Atë e ligjvënësi që bën ligjin territorin e Republikës së Shqipërisë duhet të shohë dhe kushtet e kriteret e veçanta për saktimin e masës arrestit në burg. Pra duhet të ndërhyjë vetë ligjvënësi. Duhet të shohë që populli shqiptar sot, popullsia është paksuar dhe numri i burgosurve dhe të paraburgosurve është shtuar. Pra ka diçka që nuk shkon. Dhe ligjvënësi, parlamenti ka fajin e tij për sa i përket mbushjes së burgjeve me shqiptar. Pra burgjet janë mbush me shqiptarë. Shqiptarët sot po dërgjën burgjeve për veprat të cilat mund të ndiqeshin edhe në gjendje të tjera. Ka që se do ta diskutojmë, po më duket ndonjëherë shumë hipokrite gjë nga ana e politikës që kur ju djeg atyre vet, kujtohem për dhimbjen që ka përjetuar ndër vite çdo familje shqiptare me antar të familjes, të cilët janë detyruar të përballen me drejtësi me masën e arrestit. Po shqyr që i nodhi këtyne, shqyr zotish Dhima që i nodhi këtyne që e kanë bërë vetë reformën drejtësi, e kanë votuar ato, e din vetë kush e kanë votuar. Çfarë kanë votuar vetë tani ta mbarë. Tani po i bi gjylja kokës vetë. Bravo. Pra ato gjylja kanë tek muvarët e barit. Ku është qytetari shqiptar, viktim e çdo lloj ndërmimi dhe çdo lloj përfitimi të padrejtë që ka ndodhur gjithmonë.
Regjia, të lutem, më kalo pak me sinkronin e dytë të Ramës, e dëgjojmë dhe rikthehem për diskutim që të marrim pak spunto nga ato, pra pak indice nga ato se çfarë ka thënë kryeministri, diskutojmë. Kështu që unë e falenderoj sot Belindën për punën e madhe që bërin detyrat që i besova për 6 vjet me radhë, dhe i uroj fatin që meriton, cili do qoftë fati që meriton, në betejën ligjore, për cilën do të ketë në krah vetëm avokatët e saj. Dhe i kërkoj ndjes për refuzimet e përsëritura të 3 dorëheqjeve të veta, të cilat pavarësisht interesit saj apo edhe pikpamjes disa shokëve këtu për të lehtësuar presionin mbi të apo mbi ne, i kam refuzuar pikërisht dhe vetëm sepse drejtësia, pushteti i pavarur gjyqësor u kuturis, pa ose me dashje, këtë do ta mësojmë dhe të jeni të sigurt që po e mësova do t'ja u tregoj. Mirë, ky është deklarimi tjetër i kryeministrit Rama. Zhllima, cili do qoftë fati i saj, thotë kryeministri, ka mbrojtus vetëm avokatët e saj. Ma përkthe pak të gjithë. Edhe kështu është normuar në Kushtetutën e 1976, kur atëherë në atë kohë kishim Republikën Socialiste dhe në atë kohë gjykatat ishin tek pushteti dhe ishte pothuajse pushteti që vendoste, dhe në fund fare në rast se do të shikoni i pandeuri gëzon të drejtën e mbrojtjes. Po në 102. Po duhet keni parasysh që kjo është pikrisht ajo çfarë ju dëgjuat, artikuloi kryeministri, që gjykatat popullore socialiste janë pikrisht ata të cilët sot duhet japin një vendimarrje ose duhet të trajtojnë rastin e zonjës Balluku me dinjitet socialist. Pse them këtë gjë? Sepse deklaratët e zotit Rama, në rast se ju do të shikoni, do t'i merrni në mënyrë të përmbledhur edhe në fund fare t'i bëni një analizë, janë edhe kontradiktore me njëra tjetrën, sepse nuk mund të krenohesh për një drejtësi, ndërkohë kur ti thua që unë nuk lëshoj dikë dhe t'i jap autorizim. Pra nuk mund të kesh një urim për një person të shkoj tek një drejtësi e cila po e pret dhe po e kërkon, dhe nga ana tjetër ti thuash që unë po e mbroj, po të shkoj me avokat të vetë dhe të shkoj dhe të sqarohet. Pra, zoti Rama nuk është se e ka peshuar mirë fjalimin e tij përpara grupit parlamentar socialist. Unë ju kujtoj edhe një herë këtu rastin e Kushtetutës, por përveç kësaj zoti Rama kërkon të tregoj veten e tij sikur është një shpëtimtar zonjës Balluku dhe kërkon t'i japi asajt mbështetje morale, por në rast se do të kishte kartë morale tek qytetarët, zoti Rama duhet menjëherë do ta kishte lëshuar dhe mos të ishim në këtë situatë ku jemi sot. E gjitha kjo që ju po shikoni është e vërteta e hidhur, është skenari që zoti Rama ka bërë në kohë shumë përpara, që të gjithë të tjerë të cilët janë rreth vetes time duhet të përballen me drejtsinë e tij, dhe kjo është drejtësia pikërisht që buron nga të bëj një pyetje këtu. Gjykatat popullore socialiste. Për një sekond, pra, mos shkoni tek drejtësia e re, ju lutem. Prit një sekond. Mendoni si gjithë këto vite, kjo çështje e kërkesave për arrestim të Spakut i ka shpëtuar kryeministrit Rama? Nuk e ndjente nevojën e... Ju keni një prokuror profesional përballë, zotin Karanja. Po? Një pyetje shumë e thjeshtë. Pse zotin Berisha detyrim paraqitje dhe zonjën Ballukut direkt të pandehur pa një masë sigurie? Pse zotin Meta arrest në burg zonjën Kryemadhe detyrim paraqitje? Pse zotin Berisha po ashtu e tham, dhe pse zotin Beqaj në të njëjtat kushte për shembull, si është? Arrest në burg. Pra, pse zoti Velia arrest në burg? Është bërë vlerësimi i provave. Nuk janë prova paraprakata, nuk të japin ty bindje që personi është i fajshëm. Shiko, duhet kemi parasysh diçka, se pastaj do ta diskutojmë. Janë 3 pika në kodin e procedurës penale nenin 228 që të thënë qartësi çfarë pikrisht bëhet për masën e sigurisë. Tani,
Zoti Rama këtë gjë e dinte edhe më përpara, ose nuk ja kanë thënë, duhet ja kishin thënë. Pra pse duhet kemi një diferencim edhe një diskriminim, ta pyesim kolegun dhe ta thotë, kemi të drejtë apo jo? Pse duhet SPAK-u të përdorte masat e sigurimit sipas interesit të Partisë Socialiste? Pse zoti Dumani duhet të bënte zgjatimi i asamblesë së Partisë Socialiste duke arrestuar të gjithë opozitarët dhe opozitar rreth zotit Rama që sënonin karrikën e tij, dhe pse SPAK-u po zoti Dumani nuk bëri hetim në krimin zgjedhor ku ndërkohë në 11 maj zoti Rama mori 83 mandate. Pra, nuk është thjesht drejtësie, është thjesht politike dhe drejtësie bashkë që bën miks dhe sot del rezultati i qartë që zoti Rama ka gjitha shifrat. Pra, mendimin e zotit Dumani. Karanja është bërë vlerësim i ndryshëm i provave, le të themi, me orientime politike në SPAK apo jo, si e vlerëson? Apo sepse të gjitha kërkesat, më fal Karanja, të gjitha kërkesat për arrestim të SPAK-ut janë ose për detyrim paraqitje, por çdo masë tjetër janë miratuar nga gjykata e posaçme, ha? Ajo që është afërmendësh nga gjykata e posaçme, shtoj, afërmendësh nga gjykata e posaçme, po mos e pyet për provat, pyet për masat e sigurisë. Jo, po mirë pra. Pse ka dallim midis njerëz tjetër kur veprat penale janë të rënda? Këtu, kjo është pyetja. Sigurisë ka nga mbrapa. Jo, po, okay, do ta marrim tani, do ta marrim zoti Berisha akuzohet për korrupsion dhe për pastrim produktesh. Mirë. Tani, pse ai duhet të ishte arrest në shtëpi, pastaj më vonë, kur gjykata kushtetuese ja arrezoi edhe detyrim paraqitje dhe po arrest në shtëpi, po ashtu pse të tjerë duhet të jenë detyrim paraqitje ku ndërkohë zoti Berisha ishte në masë. Ja hodhe topin Karanxhës e lëmë diskutimin. Tash e para ne folëm për një praktik tashmë që ka SPAK-u, që është praktik për mendimin tim duke atë temën tjetër që do flasim, gjykata e lartë do ndërhyjë në lidhje me caktimin e masave të sigurisë të kriterë. Pra do bëj një interpretim të dispozitës procedurale. E para, dyta, prokurorët janë të ndryshëm. Pra prokurorët janë të ndryshëm. Tjetër prokuror është të çështje Belinda Balluku, tjetër prokuror. Tash unë për shkak po flas për praktikën time personale. Pra nuk është aplikuar arresti në burg me përjashtim të veprave penale që janë vepra të afërta, kanë rrezikshmëri shoqërore të rëndë, por është shumë e rëndësishme koha e veprës penale. Pra një vepër që ka ndodhur para 4-5 vjetësh nuk ka rrezikshmëri të tillë te një vepër që është pra aplikimi. Zotit Berisha e themon tani. Rasti zotit Berisha. Jo, për një sekondë do kundërshtoj Karanxhën unë sepse do ta kundërshtoj për një gjë. Unë bëj kundërshtim për debat, bëj kundërshtim për diskutim. Karanxha është ish prokuror me background fantastik të hetimit, tash unë kur bëj kundërshtimin unë marr përsipër dhe koston. Vepra penale. Tani, po thuaj, nuk është e rëndësishme një vepër penale kryer para 4 vitesh. Kemi rastin veprën penale të korrupsionit nga një zyrtar. Përse nuk është e rëndësishme kjo flagrancë, zotëri? Po pse nuk është në kushtet e flagrancës? Një sekond, përse nuk është e rëndësishme kur kjo vepër është korrupsion, është dëmtuar xhepi i kryetarëve dhe e njëjta vepër mund të përsëritet, po themi nga njëti personi nëse nuk ndëshkohet në momentin që është kapur. Kjo jemi aktualisht është kryer para 4 vitesh. Po ku e din ti që është korrupsion ajo? Vini. Pse beson ti SPAK-un? Jo. Po tani jo të lutem tani. Po mund të thosh mua korrupsion aty sepse do të SPAK-un të bëj statistikën e radhës. Po jo tani të lutem tani. Pyetja juaj është e drejtë. Mendimi im është i tillë. Duhet parë vepra penale dhe rrezikshmëria e saj. Sepse dhe ligji ka parashikuar që sot nuk merren parasysh fare. Për shembull, avokati thotë janë vepra ka rrezikshmëri të ulët, janë pajtuar palë dhe gjykata s'ka e ka nda burgun, arresti në burg është nda mendje. Por shikohet rrezikshmëria e veprës penale. Te korrupsioni shifet shuma. Nëse është një shumë e vogël. Okej. Atëherë këtu kjo e ndan shapin nga sheqeri. Dëgjova për atë rastin e punonjësve të policisë. 4 vjet për 2000 euro u arrestuan. Pra mirë, 2000 pjesëtim për 4 i bin nga 500 euro për rob. Euro është me 95, domethënë që prap a ja vlen tash kjo? Ja, që këtu neve dalim që këta duhet ishte tu pa mas dhe me kusht. Nuk ka ida, ato goditen ai person që bëri akti korruptiv e mori. Çaj ma burr për 2000 euro? 4 burra. Qofse kemi shumë të mëdha, provohet që janë me shuma që duhet të shkojnë në burg dhe janë gjetur parat, pra edhe me prova. Pra duhet kemi prova. Jo të supozuara. Sepse mund ndodh, andi, ta dhe njerëzin në telefon. Sepse kështu po ecët me transkriptë të tallën. Jo, kemi marrë kaq lekë, ja ku e ke ato, jemi ta sot ai. Çfarë e ke? E hongër ty se ke fol. Pra ti po ta bëje këtë shaka live, ti thosh or sa lekë kemi bë, s'do shkosh në burg. Ke fol në telefon e hongër se u transkriptua aty.
Prandaj, edhe telefonatat dhe gjithçka dhe provat, duhet jemi të qartë. Pra duhet kemi prova për një shumë korrupsionit madhe, po, ai meriton pavarësisht kohës, po për vepra penale, të cilët ka kalu kohë mund digjen në gjendje të tjera, madje disa raste. Veprat penale, vetë kallëzuesi ose viktima e veprës penale thot, unë këtë kallëzim e bëj që të marr pronën. Nuk du me fut njeri në burg, po të deklarohen të dokumentat falsifikuar, se të kthehet prona. Pra, kur vetë viktima thot, ore, du të marrë pronën, s'du me fut në burg, s'kam gjë personat të mora atë që më takon. Pra, rast pas rasti duhet shikohet. Po kur kemi zjarr masiv, që burg, ore, duhet ndalojmë. Shiko, këtë kryeministri, ne kemi zjarr masiv tu andi, burg pa afat, parimi prezumimit të pafajësisë. Ku e kishte zoti Rama gjatë gjithë këtyre viteve? Gjithë këtyre viteve ku? Qeverisja, kur nisi, po themi 2013-ën. Një sekond tani se po edhe diçka, nga 2013 u bë reforma e drejtësisë, është 10 fishu korrupsioni. Është investu 10 herë më shumë sistemin e drejtësisë, pra ne kemi investu pare, me shkatru sistemin e drejtësisë, me rrit dhe korrupsionin me katras. Zoti Bora nga ke qeverisja, po? Prapim Bora. Jo, s'ka gjë. Po që korrupsioni është e ka pranu vetë ato. Flasim për burgun. E ka pranu vetë që është ata e kanë statistikën e tyre. Një gjë që qëndron është mos koherenca e politikës. Jo, e zotit Rama, mos më thuaj mua politikës. E zotit Rama. E zotit Rama. Që përmblidhet në fjalimin e zotit Rama. Sepse realisht kur nisi qeverisja në 2013 edhe zoti Meta e firmosi reformën. Po edhe zoti Meta, pse? Bashkë me George Sorosin. Si dhe kamerën këtu. Edhe zoti Meta, edhe zoti Berisha, edhe zoti Rama. E kemi thënë këtë gjë. Por një sekond, zoti Rama thoshte drejtësia ime dhe porosia nga Asambleja e Partisë Socialiste që zbatoi zoti Dumani. Jemi dakord tani? Është porosia e tij. Të tre bashkë janë fajtorë të kësaj gjëje. Qeverisja nisi me burg për ata që vjedhin dritat, me një porosi mbrapa burg për ndërtimet paleje, burg për ata që vjedhin. Kjo është drejtësia reale. Kjo është kërkesa e qeverisë. Zotit Rama. E zotit Rama. Po, që nga qeveria 1, qeveria 2, qeveria 3 dhe qeveria 4. Dhe qeveria 4 ndryshuan gjërat, ndryshuan gjërat. U fut parkimi dysh. U fut parkimi dysh. Sepse ka mos koherencë. Mirë.